Gjithë do thonin kjo është fars, kanë vënë disa kukulla, siç fillon në histori të tjera. Kështu që kjo historia do ngelet se çau i ka thënë gomarit në fund ditës, e kupton? Pra, në askush dhe askur nuk do bin palët dakord. Tani, pse nuk ka guximin dikush nga Partia Demokratike, figurë relevante për me dalë përballë, ky është diskutim komplet tjetër dhe mu më shqetëson kjo. Mu më shqetëson realisht. Ky moment mu më shqetëson. Nuk lejohen aulon. Po jo mos ka lidhje se lejohen. Tani aty ka pas gara. Me këtë logjik i bën dhe mos bëjmë kështu garë për qeverinë se do themi ka vjell. Kështu që po lejmë Ramën kryeministër sepse do dalin në përmisionin ti themi që i ka vjell. Duhet se s'bën garë më burr. Si po tjetër që duhen. Po të bote garë do thoshin është fars. Duhet se s'bën më burr. Ne nuk rritemi po s'garuam me njëri tjetrin. Nëse ke njerëz cilët për mendimin tim nuk kanë kontribut publik dhe nuk e marrin vesh emrin e kandidatit çka kontributi ka ditë dhe fillojmë duke kërkuar. Që nuk është garë kjo. Dakor, po këta që ju thoni. Se fiton, aq më mirë se fiton. Dakor, për ty është, për mua s'është. A ka mundësi të menoj kështu? Po, dakor. Jo, a kam drejt, me që je dashnori i demokracisë. Ke të drejtë. A do mlesh ta menoj kështu? Ke drejt. Po ndoshta mund ma ndryshosh ti me zgjedhje se gjithë e dinë që PD-ja kishte humbur zgjedhjen. Dakor, çu e menoj unë. Se u fute. A ka ndonjë problem me menu kështu? Se u futen zgjedhje. Por a ka ndonjë problem? Çu du me mendonin. Kjo është diktaturë, kjo që po bë ti, dhuna që po ushtron ndaj meje që unë. Tani kam drejt. Pra ti po më ushtron dhunë mua që unë mendoj se që mendon. Po mirë, pra logjikën kush e mat e ke Po ta shpjegoj me argument që ta kuptosh pse them logjikën. Po pse argumentet e tu janë më drejtë se argumentet e mi? Kush e mat? Pasi ti dëgjosh një herë, e dëgjon. Unë dëgjova për t'ia lëm publikut pra. Po pikërisht pra, po pikërisht. Mua ta them pse ke gabim. Po kuptova unë. Sa herë po flasun ti më po ndërhyj. Jo, sepse po thua, nuk po them atë që mendoj dhe kam drejt dhe unë mund të them çfarë më doj që mua. Patjetër që mund. Kjo është ideja që do të përderisa zonja më ka ftuar mua, do them menimet e mia. Po patjetër me mendimet e tua. Nuk diktosh ti mua që të them menimet e tua. Jo, mos po them ta thosh si unë. As ti mendosh që unë do mendoj si ti. Po jo pra as kjo pra është, po më le pra se ishte rradha ime, çfarë problemi ke tani, se s'po e kuptoj. Sa herë kam folur ke ndërhyj, çfarë problemi ka? Si çfarë problemi ka? Po çfarë problemi ke që sa herë flasun ti ndërhyj, se këtë s'po. Po jo pra se po thua një pikë. Po është pika ime më zot, edhe herë është pika ime. Po thua një pikë që po i rikthemi prap. Po çfarë problem ke ti më zot? A je moderator i emisionit, se s'po të marr vesh tani. Po drejto zonja e emisionit, çfarë problemi ke? Lëm diskutimin, mbetemi te pjesa se edhe po pra diskutimi, bëni pyetje ti përgjigjem. Po edhe kur jeti radhën aty, ulon se nuk e kemi kështu. Ku edhe kur flasë flisja unë për kriteret, ndërhyje për kriteret. Jo, mos ndërhyjna, mbarove ti ndërhyjna. Po sepse mbarove ti, mbarove. Po më ndërpreve. Po jo, po më ndërpre ti fjalën unë, dhe unë s'ta le fjalën, se unë kam mbaruar gazetarinë, e kupton. Nëse unë kam mbaruar shkollën e komunikimit dhe nuk mund ma rrëmbesh ti fjalën, vetëm kur duan. Po atë po bën pra, le ta mbaroj. Bëni bën apo do zgjidhë fjalën më. Mirë, në rregull, do vazhdojmë kështu tani. Po po shumë do vazhdojmë. Se këto janë prava me mret pastaj, e kupton. Si prava me mret, gjelet me një kryetar 35 vjet. Dakor, shumë mirë. Ha, nuk bën për shkak. Hajde ndryshoj apo. Po jo mos duhet të ndryshoj. Po s'do, po rri aty për çfarë? Hajde ta ndryshojmë. S'është për ty, për mua. Jo, jo, partitë nuk kanë pasuri kombëtare. Pasuri kombëtare janë tjera. Një parti rritet, zhduket, lesbalesa. Vajtin nga president, vajtin 2%, zhduk në jetë politikë. Po doja s'ka rrit 2%. Ti do që të shkojnë 2%. Një parti. Ti do që po doja të shkojnë 2%, por nuk do shkojnë. Është aset, jo pasuri, aset, jo pasuri, aset. Ti tani do që po doja të shkojnë 2%. Aset rritet vera jo ulet. Po këtë po thu është pasuri kombëtare. Po nuk do shkojë 2%, se do të pasuri kombëtare lidhje kjo. Aset nga drog. Po mirë, ky është mendimi im apo. Tani do mbosh analizë teksti për çdo fjalë që do them unë, se s'po e kuptoj këtë. Çfarë po bëhet këtu? Po koncept për. Pritet që njëri thotë kur, ky ti shef çfarë janë këto tani? Tani debati mos. Po jo më debat, po s'ka sens debati tani, çfarë ky debat? Ne keni me njëri tjetrin. Po se kam unë zotninë respektoj për mendimet e veta kaq, po ç'pun kam unë tani me këto? Tani Aulon, pritet që ti drejtohen gjykatës. Pak shumë mirë. Jam me tezën e zotit Hoxha që krizat politike zgjidhen me mjete politike. Jam shumë dakord me atë që tha Hoxha. Nuk ka lidhje gjykata këtu. Në gjykimin tim si e shikojnë politikën? Nuk është zgjidhje. Ti është zvarriti proces e vazhdo shqiptarët kalendat greke. Po. Shqiptarët vujnë çdo ditë. Kjo po su zgjidhet me një vullnet të madh. Gjithë bashkë, si tha Uloni, hajde ta zgjidhim do të shasim Ulon gjithmonë, se kështu tek ne s'do bëjmë asgjë. Po merr guximin një le të themi pesh apo një person i cili vërtet le të themi njihet si një njeri i cili, s'do të them kontributës se do fillojmë diskutimin nga fillimi, po si një person i cili realisht njësohet me Partinë Demokratike për ta konkuruar Sali Berisha. Shiko,
Se qoftë edhe për të mirë të procesit, jo vetëm fitoj apo nuk fitoj. Situata ku OPD dhe Shqipëria në tërësi nuk ka kaluar me zgjidhje që është individi. Kjo është, ta kuptojmë gjithë ku jemi, edhe hajde të gjejmë gjithë bashkë zgjidhje. Asnjë individ, sa do ta nisi rrugën, do përfundoj duke i thonë kriteret tu, kriteret aty. Edhe rezultati do jetë po ky. Tash do merremi me teknikalitetën sa duhet, në atë ditë. Kjo e vërtetë është kjo do përjashtohen. Kjo zgjidhet duke kuptuar të gjithë që shiko se kjo situatë po na shkatërron dhe ne për ditë. Nëse du me ndërtu të ardhmen tonë dhe thamë fëmijëve tonë, du ta zgjidhim këtë situatë. Opozita, s'është opozitu. Kush e zgjidh? Unë besoj që ato që e duan këtë vend. Gjithë ne, pak në to të katër në tavolinë që i njoh, këtu fillon. Pastaj kush mundet. Por du ta pranojmë që kemi rami i kurth keq ne psikologjik që po morëm për dënjë të Shërbyer Ramës. Jo. Po morëm për dënjë, po ringrit PD-ja tjerë zonë Ramën. 8 maj protesta e radhës. Të paktën në atë që unë kam informacion, nuk është se pritet ndonjë zhvillim shumë i ndryshëm nga ato çfarë kemi parë në protestat e deri tanish me Aurora, pavarësisht se kam parë një lloj mobilizimi deri diku më të madh të deputetëve dhe një pjesë të zyrtarëve të Partisë Demokratike, qoftë kjo në takime në terren apo edhe reaktivizim të strukturave në një farë mënyrë për t'i bërë thirrje që të bashkohej me protestën, por ka problematikat e veta kjo protest, sa e takon pjesëmarrjes dhe qasjes, për shkak se e para nuk po kuptohet se çfarë realisht Partia Demokratike po tenton të arrijë me këto protesta, sepse në protestat e para u deklarua se Partia Demokratike po kërkon ta ndërkombëtarizojë kauzat e saj dhe deri diku ja arriti qëllimit, pastaj vazhdoi protestat u bën disi më të shpeshta në mars, disa prej tyre me një karakter deri diku edhe pak radikal me përdorim të shpeshtë të lëndëve piroteknike. Dhe nga ana tjetër, këto protesta janë zhvilluar paralelisht me disa zhvillime të brendshme të Partisë Demokratike. Para janë zgjedhjet në deg që kanë përshtypjen ose janë përfunduar ose janë duke u përfunduar gjatë javës së ardhshme dhe që do kulmojnë me kuvendin e datës 30 maj. Dhe të gjitha të marra së bashku, puzzle-i bëhet i paqartë, sepse tek pjesa e numrave në jo vetëm tek pjesa e numrave, tek ajo se ku po shkon Partia Demokratike, sepse një pjesë është ajo që ne diskutuam këtu në këtë studio. Pra, Partia Demokratike si sillet me zërat kundër, pastaj ka pasur problematika edhe në shumë deg, në informacionet që unë kam në një pjesë goxha të madhe të degëve të Partisë Demokratike, pjesëmarrja në zgjedhje për kryetar ka qenë në shifra qesharake. Nuk dua të ndalen tani në degë konkrete, po për shembull në një nga degët e Tiranës, pjesëmarrja ka qenë më pak se 25%. Pra edhe ky është një problem tjetër më vete. Ka pasur pastaj problematika të tjera që lidhen edhe me kauzën dhe vërtetësinë e protestës, që një pjesë kërkojnë protestë radikale, stacionim aty në bulevard, një pjesë tjetër kërkojnë protestë më të fortë nga deputetët në parlament. Pra, të gjitha këto komponentë, gjitha këto elementë që unë përmenda, krijojnë një panoramë jo shumë të qartë të asaj se çfarë Partia Demokratike po bën në këto momente dhe çfarë kërkon në të vërtetë. Aulon, protesta e radhës. Protesta radhës e opozitës është një gjë e zakonshme që po ndodh në Shqipëri, për shkak se qeveria nuk lëshon Belinda Ballukun imunitetin e saj. Ju e pat në Greqi që për 2 orë 13 deputet ju dha imuniteti nga forca politike që është në pushtet. Pra në Shqipëri nuk ndodh dhe mbajnë peng. Për këtë arsye opozita është në drejtën e vet dhe është detyrë saj, imagjinoje sikur mos ta bënte protestën. Ne do mblidheshim këtu sepse fillimisht ishte qeveri teknike, po prodhon gjë, ka rritur presionin tek mazhoranca në këndvështrimin tënd perceptimin. Unë mendoj që opozita duhet vazhdoj me protestat, mendoj që duhet japi përgjigje tjetër këtë protestë, domethënë nuk mund të shkojmë atje edhe të rrifemi edhe pastaj të na akuzojnë sikur kemi rraf policët. Këtë të paktën kam kërkuar personalisht një nga takimet që kemi bërë, duhet kemi strategji tjetër, domethënë mendoj që Partia Demokratike duhet të organizojë një mbledhje me dyert mbyllura, në gjykimin tim, me ekspertët më të mirë të sigurisë, njerëz që kanë shërbyer në
qeverisin e Partisë Demokratike, për me folë për taktikat e protestës, demonstratave që mund të bëj, edhe të vazhdoj një linjë tjetër protestash me një përgjigje më të kompozume ndaj policisë shtetit, e cila nuk është profesionale, ka qenë shumë agresive protestën e fundit, ka ndërhyr drejt për drejt me forcat e ndërhyrjes të shpejtë brenda protestës dhe ka dhënu shumë njerëz në protestën e fundit, cilët kanë qenë paqësorë. Përveç atyre që kanë hedhë molotov, që i thonë këta që janë molotov, për mua është komplet histori tjetër. Shishe me benzinën ato, se molotov. Po pra, molotovi ngre tanku në ajër. Jo, nuk është molotov, ato janë shishe me benzinë. Tani, ajo që mendoj unë, Aurora, është kjo që Partia Demokratike duhet t'japi përgjigje tjetër me protestat, qoftë edhe me qëndresën, siç e tha zoti Hoxha, që kanë qenë. Lëvizin nga sheshi. Po, një nga jo, edhe mënyra alternative të deputetëve që mund të bëjnë protestën e tyre brenda parlamentit. Pra, na duhen përgjigje tjera. Pa tjetër që do e ketë një fund edhe kjo histori, sepse pritet se çdo ndodh me fatin e Belinda Ballugut, sepse te i kalohen afatet. Pra, Partia Demokratike po krijon një sjellje në raport me atë që po ndodh brenda mazhorancës. Kështu e shikoj unë deri tani. Dhe është gjë e mirë që po vazhdon protestat. Drejt, protesta dhe po do jam. A do prodhoj diçka, apo prodhon diçka? PD do prodhoj ditën që vendos kontakte më shumë me ndërkombëtarët. Ditën që bëhet alternativë qeverisjes në vend. Alternativë serioze. Tregon modelin, tregon ekipin, tregon strategjinë. Jo, nga generalin e bëjnë tetar dhe tetarin e bëjnë general dhe pasaj s'dinë si qa bëjnë. I ditë organizojnë protestën shumë, një ditë ashtu. Ku do shkojnë me protesta? I herën 3 javë, i herën 4 javë. Jemi mujnë e 6, duket për 5 protesta. Ku do shkojnë? Po su rritem si forcë politike, protesta ato është element që ti e rrit forcë politike, nuk është zonë qeveri me protesta, e dim këtë, nuk di kur është rëzu, kur janë ngrit protestat qytetare, po jo të organizume në e parti politike, së di unë që është rëzume në e qeveri nga parti politike për protesta, protestat është mënyrë për të arrit, për t'i thonë, ustru presion dhe për të rrit vetë, dhe më kapacitet dhe me gjitha, jo për zu qeverin. Protestat që po përdorin, thjesht po na fliqe më shok. Ka rënë një qeveri me protest në Shqipëri, ka qenë Fatosnar në 91-shin. Pra qeveri e pare partisë. Ka thamë, tjetër kur ngrihet gjithë vendi. Po jo partitë politike. Po provojnë gjë? Po rrisin presionin të mazhoranca? Po, është bërë si muri Rozafës. Do më thënë ti rrit presionin tek mazhoranca nëpërmjet protestës, pastaj i fut një proces falso për kryetar partije që bën një hap para, 2 hapa mbrapa. Sepse po del aty për të përcaktuar si forcë qeverise, apo jo, si alternativë ndaj pushtetit. Pra të punë po shkon për protesta. Dhe nëse ti do që ta përcaktosh veten si të tillë, del aty, kryen një aksion politik, del para kryeministrisë, bën ato veprime cilat normalisht unë jam dakord, domethënë, edhe me një farë përplasje me policinë, e kam thënë dhe herë tjera, domethënë protesta nuk është të thënë që del, pra, ne kemi parë të digjet Parisi, jo më që u hodhën, pra, kene i përplasje të vogël me policinë. Por, e kam fjalën që ti bën këtë hap dhe veprim politik, në krau tjetër pastaj bën një proces i cili të delegitimon fare. Dhe nuk të çon asgjë kundi, sepse o duhet të ecin të dyja në të njëjtin drejtim, pra të tregosh që je alternativë serioze, dhe alternativa serioze është dhe aksioni politik, po dhe procesi brenda PD-s, për zgjedhjen e kryetarit dhe mënyrën se si do ecin pastaj edhe ato filtrat që dhe po themi edhe procedurat që do jenë për ata që do jenë kryetar ose kandidat për kryetar bashkie e tjerë, pra duhet të ecin paralelisht me një tjetër. Nuk mund të ecësh mirë në një drejtim dhe të ecësh keq në një drejtim tjetër sepse ngel në vend numëro. Protesta kur bëhet ka gjatë ka dhe atë rrezikun që sa vjen edhe bëhet akoma dhe më i vogël në numër. Duhet të përshkallëzohet paktën siç është mendimi. Përshkallëzohet si. Shikojnë çik është e vështirë. Auloni drejt sa brenda nga deputetët në parlament apo dhe të jetë pak kohës, me thënë tjetë e gjatë në bulevard, mos themi 3 orë për shembull, apo 2 orë, apo 4 orë. Rrugë që i kemi përvu të i përvojmë prapë. Si kemi përvu këto rrugë I kemi përvu këto rrugë në. Rota nuk do shpiket në këto raste. Jo, ne nuk shpikin se i kam bot tjerë parë në është thjesht, rrit forcën tate. Si pas kësaj logjike çfarë duhet bësh? Meqense këto protesta tani opozita, protestën ka në dorë, se gjë tjetër nuk ka. E para që do të bëj
forca jonë e imja dhe Aulonit është kjo. Një analizë të zgjedhjeve të 11 majit vjet. Unë nuk marr përsipër fol për Shqipërinë, do më lejosh vetëm të tregoj ku nis zgjidhja. Si morën 6 mandate në Durrës, se rujtë rezultatet 2021 dhe për shkak Berat morën më pak se në Fier. Aty nis analizën, nxjerr gabimet për Misau Rrugës. Ku i ke figurat që ti afron dhe mënyrën se si afron? Kush nga përfaqësuesit tuaj dalin në televizor dhe si komunikojnë me gazetarët? Kush i kundërshton direkt i sulin, ti je te Rama, ti kshu ti ashtu. Çu do ja afrojnë në mendje ndryshe intelektualët? To në rregullu, pastaj edhe protestat. Protesta, më në rregull, po do ishte mirë të ishte më aktive edhe në drejtim të parlamentit, për shembull. Ishte një iniciativë për sa i përket, që unë jam dakord për atë, për sa i përket ndalimit propagandës për fëmijët e vegjël në shkolla, po duhet të ketë më shumë, pra duhet të jetë më aktive në drejtim të parlamentit. Pra, për shembull, kemi rastin e krizës naftës tani, apo që nafta është me çmim të lartë të tjerë, apo për fermerët, për shumë të nxjerret një propozim në ligj për diçka, edhe ti të tregosh aktivitetet e brenda sallës parlamentit. Unë jam i bindur që doja, pra, në momentin kur del edhe propozon gjëra të tilla, asnjëherë në parlamentin nuk ti merr parasysh mazhoranca, do vazhdoj punën vet. Por në anën tjetër ti tegron një seriozitet në ato që ke dhe tregon dhe vizionin tënd. Pra, nuk është vizioni im vetëm rezistenca në rrugë, por unë njëkohësisht jam dhe propozitiv, pra unë propozoj ligje, unë propozoj zgjidhje, për shembull për sa i përket krizës energjetike, apo unë propozoj dhe në krau tjetër zhvillon dhe një proces më normal të asaj të zgjedhjes kryetarit dhe pastaj pjesës tjetër. Që gjitha këto bashkë e bëjnë që të kthehet PD në një forcë më me shumë mundësi për sa i përket përplasjes që do jetë vitin tjetër. Ju falenderoj që ishit në terminalin, të afajnë në qëndrojmë bashkë dhe për Kosovën, një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi në terminal. Në pjesën e 2 do të flasim për çfarë po ndodh në Kosovë, krizën politike e cila duket se është thelluar dhe vendi përgatitet për zgjedhjet e parakohshme.